Ka pasur reagime të shumta lidhur me gjuhën e përdorur nga kryeministri Rama ndaj burrave shqiptar, ku i ka vendosur sër epitetesh. Si e keni konsideruar këtë gjuhë? Nuk bëre mirë që ma bëre këtë pyetje, po unë do të t'i përgjigje. Ai di ku flet dhe çfarë thot. Dhe di ku t'i drejtohet. E them këtë sepse nga momenti që ai ofendoi burrat shqiptar, nga momenti që ai u thot grave në Dibër ndajni burrat, nga momenti që thot silleni atë që është ndar nga burri se ajo na duhet neve këtu. Dhe këtu nuk lëviz njeri, u hapën Miro Edi Rama, pak e kanë bile. Më shumë të thuash. Ata ky popull ty meriton. Dhe ky popull që ka dënuar nga i madhi Zot që të ketë ty mbi krye. Dhe Miro, trego fëmijëve organet e tua gjenitale, bile dilte Skënderbeu se do bëje më mirë akoma. Thuaj ju fëmijëve të shqiptar, të dëgjojnë në Google ku ke dalë ti me organe gjenitale jashtë. Ky është Edi Rama. Këtë meritojnë shqiptarët. Se ndryshe do ishin ngritur, me pështym do ta mbysnin. Me pështym do ta mbysnin këtë njeri. Po këta nuk ndihen, shqiptarët nuk ndihen. Kemi mbetur vetëm një 5-6 vetë që flasëm ditë për ditë, dhe kot që flasëm i biem daullës kot. Nuk na dëgjon njeri, shqiptarët nuk lëvizin nga vendi. Shqiptarët e pranojnë që të thot ndani gra, të thot. Ndani burra, të thot grave në Dibër. Po ku jeni mor dibranët e burrave të hershëm? Ku jeni mor, ku jeni? Dini mor e në sheshë Skënderbej dhe pështyeni atë fytyrë, që vete u ofendon në atë farë feje. Po ta mbajti Edi Rama shkotu e unë kur velesh ndani burrat. Ik, bëu burr, bëu trim. Avokat, fushata ka nisur dhe po themi ka pasur dhe incidentet e parë. Ditën e sotme, Xhelal Mziu bashkë me ekipin e vet, sipas policisë ka dhunuar një punonjës të njësisë administrative. Si e vlerësoni këtë? Xhelal Mziu tani është kandidat për deputet. Atë meriton Sali Berisha, ata mbështet mirë ka bëri. Ata janë, ashtu si janë, ashtu janë treguar. S'kan bërë ndonjë, unë nuk kam marrë pjesë dhe nuk e di se si është çështja. Mund të ketë të drejtë Xhelal Mziu, nuk e paragjykoj. Por një njeri që pretendon të bëhet deputet nuk përdor grushtet. Është e papranueshme. Për ngjarjen konkrete nuk di gjë. Avokat, ka pasur shpesh artikulime në media që do ketë zgjedhje parakoshme, do zhvillohen arrestime, ndërkohë që jemi futur në fushat dhe po shkojmë gati në gjysmë të fushatës. Dhe akoma s'kemi parë asnjë, po themi, arrestim ose të flitet për qeveri teknike. Nuk kam asgjë për të thënë sepse nuk i drejtoj unë ato punë. S'keni asnjë koment? Jo. Si shpjegohet? S'kam koment, ja kaq, e thjeshtë, s'kam koment. A besoni që do ketë arrestime? Nuk e di. Nuk e di, jam në pritje. Si shpjegohet, avokat, që deri më dje ju, po themi, keni artikuluar dhe keni cituar? Nga dita në ditë ka evoluime, ka ndryshime, ka ndryshojnë gjëra, nuk janë statike. Pra i keni humbur shpresa që mund të ketë arrestime? Nuk e thash këtë. Ju shoh pesimist? Është mendimi jot. Sepse kur ju ishit të bindur që do kishte arrestime, keni shprehur mendimin. E kam shprehur mendimin, i kam thënë ato që thonë juve, kjo është e vërtet. Mirë po, më është hequr e drejta që të shprehem për të tretët. Do flas vetëm për vete. Avokat, a besoni që Rama do e marrë një mandat të 4? Jo, atë se besoj kur. Problemi është që kush do t'ja marrë. Kush do t'ja marrë sipas jush? Prandaj jam pesimist për zgjedhje që shpresoj që të mos bëhet zgjedhje. Sepse situata është katrahur. Akoma po tallet Sali Berisha me drejtësi shqiptare. Sinqerisht ai po tallet. U bën karshillok të gjithë sistemit të drejtësisë dhe të gjithë politikanëve të botës. U thot, unë jam Sali Berisha, mos keni ç'më bëni, dhe praktikisht deri tani atë ka bërë.
I lumt, halal e past. Avokat, për të disa të nërë shtyrë çështja e Berishës tek gjyqtari paraprak, i cili ende nuk ka vendosur nëse çështja... Gjyqtarët e tij janë. Gjyqtarët e Partisë Punës janë. E kam thënë, s'ka dy parti. Një është Partia e Punës e Shqipërisë, e ndarë e emëruar në dy pjesë. Njëri fraksion Parti Socialiste, fraksioni tjetër Parti Demokratike. Por në fakt është një parti dhe gjyqtarët i shërbejnë asaj partie. Janë të tërë një grup i pa diskutueshëm politik, drejtësi, polici, krim janë një grup. Janë strukturat të organizuara në mënyrë perfekte. Nga momenti që një parti politike ka një kryetar dhe kryetari përcakton se kush do jetë deputet e kush nuk do jetë, aty s'ke më as demokraci, as politik, as diplomaci. Aty ke vetëm diktat, ke dhunë, ke diktaturë. Dhe praktikisht ne jetojmë në diktaturën e Enver Hoxhës. Si kanë vënë emrin diktaturë, kanë vënë emrin rilindje, po ajo është. S'ka ndryshuar gjë. Kështu që unë nuk shpresoj absolutisht asnjë të mirë, as nga zgjedhjet tani, as nga drejtësia shqiptare. Tallet një gjyqtare, tallet për të disa të herë, njerë mungon avokati, njerë mungon maçi, njerë mungon i zoti, që janë këto që bëjnë, janë serioz këta, gjyqtarë janë këta. Kështu është drejtësia. Ore zotëri, nëse ke gjë për Sali Berishën, mos i thuaj për pallati Partizanit i Sali Berishës. Pra, ose për atë këndi sportiv që ajo e Partizanit. Po Sali Berishës thuaj që i bëre 500 uzine dhe fabrika. Për ato akuzoje Sali Berishën. Akuzoje për 21 janari se është vrasje pasë shtetërore. Akuzoje për atë Remzi Hoxhën. Pra ato ta akuzosh Sali Berishën. Jo për kompleksin Partizani. Ajo është një turp, ajo është thjesht për se mbroj njëri tjetri dhe drejtësia janë një grup, po pik. Ore, në Shqipëri duhet përmbysur ky sistem i drejtësie, ky sistem politik, të tëra duhet përmbysur. Avokat, po pse jeni të bindur që ka element veprave penale këto ngjarje që përmendët ju dhe pse duhet akuzuar Berisha? Po nga vajti industria, ku vajten? Dakor, s'tash Berishin vetëm. Jo të ndajmë gjërë, se e kam thënë njërë tjetër, ndoshta tani duhet ta plotësoj. Kam thënë, kryeministrat dhe ministrat e industrisë, të tregtisë, të transportit, të 32 viteve të fundit, të dalin të japin llogari ku shkuan uzinat e fabrikat, të na thonë ç'i bën, ku i quan, dhe pse i prishën. S'kishte punë, po dakord, lere mbyllur. Pas pardje një reportazh të një gazetari, që më pëlqeu shumë, për uzinën mekanike të Patosit, që ishte fjala e fundit për kohën. Pse e mbyllën? Ajo uzinë bante, uzinën e Ballçit me pjesë ndrimi, me riparime, me gjithçka ajo mbante në këmbë. Pse i mbyllën? Ora këtu është bërë politikë antikombëtare, anti-shqiptare, dhe po vazhdojnë ta bëjnë, dhe u për këtë akuzoj komunistët shqiptarë, që nga Ramizalia deri tek Sali Berisha komunisti i fundit. Po pse u mbyllën fabrikët? Është tradhtimur, është tradhti kombëtare, po them, është tradhti, është për të boshatisur Shqipërinë. Po ikin njerëzit ditë për ditë, po ikin me grupe, jo me individ. Shqipëria po boshatiset, ajo politikë është bërë, të dalë dikush i dalë zotë Shqipërisë. Avokat, a besoni që Berisha mund t'i fitojë zgjedhjet kundër Ramës? Jo. Qofse ndodh? Po ndodhi, se të bëjmë populli di vetë punë të tia, po mua më shqetëson gjë tjetër. Jo këto çështje që ngrohtie. Mua më shqetëson problemi i korrupsionit dhe i krimit që po bëhet në rrethin e Tepelenës. Nëse ju kujtohet, në mos gaboj në emisionin tuaj, kam thënë që në jug do shpërthej. Kam thënë kështu? Po. Shpërtheu. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Ish kryetari Bashkisë Tepelenës, Tërmet Peçi. Ai në Kurvelesh ka marrë ajkën e vendit, llokmat më të mëdha, gjasme se do bëjnë investime strategjike. Përpiqet të marrë ato ndërtesat në qendrën e fshatit Nivic. Ka mashtruar dhe po dua ti citoj çik informacione që më kanë ardhur nga rrethi Tepelenës dhe kryesisht nga Nivica, nga Tepelena,
nga ajo nga bashkia e Tepelenës se çfarë po bëhet në Kurvelesh. Po ju them vetëm një rast. Po ju jap vetëm një provë. Pasuria me numër 1063, me sipërfaqen 126 metra katror, me certifikat personale të nxjerrë në datën 8/12/2005, nuk po them emrin se në emër të kujt është, me urdhër numër 79 datë 26 nëntor 2018 të kryetarit të bashkisë, me shkresë numër 286 numër protokolli 286 datë 14 dhjetor 2018, nga Njësia Administrative Kurvelesh drejtuar Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit dhe Tregtisë dhe sipërmarrës Bashkisë Tepelenës. Shkresa e njësisë është që ish administratori nuk e firmosi këtë shkresë, por e firmosi administratori aktual. Dhe çka ndodhur, këtë ndërtesë, këtë objekt, më dëgjoni me vëmendje, dhe unë do t'i tregoj fotot kamerës, t'i shikoj, këtë objekt e kanë nisur për ta bërë shkollë. Shikojnë si këtu, kjo është Baxho. Janë paguar 80.000 euro, në mos gaboj, a 180.000 nuk e mbaj mend tani me saktësi, do ta shikoj këtu se ma kanë dërguar dhe sasinë e parave, për ta bërë nga Baxho, për ta bërë shkollë, ajo dhe tani është Baxho. Dhe këto janë lekë të vjedhura, nga Arke e Shtetit, i ka marrë direkt Tërmet Peçi, me atë sejmenin që kanë Kurvelesh, gjasë se do bëni shkollë, në fakt është Baxho dhe tani që flasim bashkë. Atëherë ku van parat, ku va të investimi, dhe 10 investime të tjera që janë hedhur, që i pat tek emisioni i syrit, se çfarë është bërë në Tepelenë, pa ajo maja icebergut ajo që kanë nxjerrë syri. Duhet vend të shikojnë dokumentat e ASK-s Tepelenë, shoj hartën e fshatrave, edhe të numri pronat gen planet e pronave, ti ndryshoj, madje në Progonat s'ka vënë as rrugë. I ka vënë shtëpit njëtër me kufi me njëra tjetër, po pa rrugë në mes, që rruga as duket nga sateliti dhe nga të tëra, dhe tani ta hapun në Google. Pra, Shqipëria dhe, jo Shqipëria, por Byra Kombëtare e Hetimit dhe Spaku në bashkëpunim me kontrollin e lartë të shtetit duhet të shkojnë në Tepelenë dhe të bëjnë kilizm në ASK-n, tani kanë vajtur në Gjirokastër. Pra gjitha dokumentat e Tepelenës që kanë shkuar në Gjirokastër të kontrollohen, televizionohen dhe të shikojnë se çfarë është bërë. Avokat, ditën e sotme Spaku ka dërguar apelim në gjykatën e apelit lidhur me një, po themi, vendim gjykatës së posaçme që, po themi, detyronte Spakun që të regjistronte një, po themi, procedim penal për Olta Xhaçkën dhe bashortin e tij. Ndërsa Spak e ka kundërshtuar këtë detyrim duke theksuar që ne kemi kryer gjitha hetimet dhe rezulton që burri Olta Xhaçkës nuk ka kryer asnjë vepër penale, duke kundërshtuar vendimin e gjykatës. Nuk kam ide për këtë punë, sepse nuk kam dosjen, pa par letrat nuk mund të flas. Unë jam jurist, jam politikan. Dhe duhet që të shikoj letrat, pastaj të jap mendimin tim. Por se çka ndodhur tani kohët e fundit nuk e di. Di veprimin e pa shembull grushtetin që është bërë në Shqipëri, në drejtsinë shqiptare, që Parlamenti shqiptar hodhi poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra e bëri veten e Dirama mbret që nuk pyet as për gjykat, as për drejtësi, as për ligj, as për gjë. Gjykata kushtetuese vendosi që Olta Xhaçkës të hiqej imuniteti dhe të shkonte për gjykim, Edi Rama nuk e bëri dhe nuk e bën dhe sot e kësaj dite. Këta na qeverisin. Këta. Kjo është fytyra e drejtësisë dhe e politikës shqiptare. Kush ka sy në ballë dhe ta shoh, kujt i kanë dalë sy dhe ti tani nuk si detyroj dot. Por e gjykoj dhe shikoj që drejtësia është në ditë hallit. Pse e thoni këtë? Ja pikërisht nga këto i tham deri tani. Nuk e kam denoncuar me kohë problemin e Tepelenës, që e njoh mirë, dhe më mirë dhe diçka tjetër të lutem. Ka dhënë leje që të ndërtohet stall derash në Pallçi e sipër. E di se çdo të thotë kjo, do të thotë dënim me vdekje i Tepelenës, sepse dihet mirë se çdo të thotë çfarë produkte kanë derra, çfarë nxjerrin.
dhe dihet mirë akoma edhe era e Tepelenës që është e famshme në Republikë, era e Tepelenës dhe Milotit. Pak fare kini, bile meritoni shumë, se s'kini sy në ballë, kini vënë një hajdut, kini vënë një po ju kujtoj atë romanin Pirati bëhet pap, Baltazar Kosën. Tërmet Peçi ishte një Baltazar Kos, po Baltazar Kosa vajti dhe gjeti të bijën që se dinte që ishte e bija, dërsa Tërmet Peçi hanë plaçka. Këtë po bën Tërmet Peçi në Tepelen, i lumt, gjën juve, mirua bën, pak e kini. Bile do të bënte mirë që atë stallën e derave ta ndërton të aty, ku ka qenë shtëpi e pritjes, në Dragota, sipër. Nuk ka shumë për ta. Ju lutem.